الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah stëndëruar, ne falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala I cili na mundsoi që ta plotsojmë muajin Ramazanit. Ja pra ditët dhe netët të muajit të Ramazanit ecën shumë shpejt. Thuaj se sikurse nuk ka qenë në mesin ton. Ja pra vjen momenti ku në ndahna prej këtij adhurim të madh që na ka bë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pasi që fletat tona janë regjistruar me vepra të mira, pasi që kjo kaloi ky muaj I fitimit, kaluan ditët dhe netët më të mira, pasi që ke muaj I faljes, pasi që ke muaj I mëshirës, ne përkalojmë dhe përcjellmi edhe pse zamrat e besimtarve janë të mërzitura, edhe pse besimtarët përmallohen për këtë musafir të madh, por është rahmeti Allahut subhanahu wa ta'ala, ai din çka na ka obliguar, për shkak se din që ne jena krijesa të dobta dhe shumë shpejt dërzohemi, por Rabbul Alamini ka bë ditë e jam ma'dudat, ditë të caktuar që neve të na mëshiron, që neve prej zjarmit të xhehenemit të na liron, që ne shpërblimet të fitojmë, o vëllezër të nderuar. Normal mbërzitet besimtari se sot shejtant kanë dalë prej prangave. Mbërzitet besimtari se derët e xhehenemit janë hapur. Për këtë arsye ne duhet të kemi kujdes. Ne duhet të ndalemi tash të jetojmë mes frigës dhe shpresës, ata të cilët kanë bërë vepra të mira, ata të cilët kanë ditë me shfrytzuar Ramazanin, ata duhet të kenë shpresë te Allahu subhanahu wa ta'ala, që Allah inshallah ja ka pranuar veprat e tyre. Ata të cilët sot I bjen pishmanit dhe e shohin që shkoi Ramazani, janë kanë shumë të dobët në adhurim. Ata duhet të bëjnë tobe të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të kenë shpresë të Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu t'i mëshiron dhe të kërkojnë falje prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja pra, ne mbaruam shkollën e devotshmërisë, ai ishte Ramazani, shkolla e cila një edukim na ka dhënë jashtëzakonshëm të mirë. Ne mbaruam këtë muaj I cili na trajnoi se ne kemi mundësi dhe kemi aftësi që ne të vazhdojmë në vepra të mira, në istighfar dhe në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Na mësoj që ne edhe gjumin natën mujmi me prish, na mësoj që edhe ditën e pa ushqim mujm të rim, na mësoj që në prej pasurisë tonë mujm me dhanë. Për këtë arsye, ne tash duhet të ndalmi si o gjendja jonë. Të meditojmë si kemi qenë para Ramazanit, si kemi kaluar 29 ditë të Ramazanit, edhe tash, apo kthehemi në të njëjtët persona për Ramazanit, apo po vazhdojmë me këto veprat, me këtë tempo që kemi vazhduar 29 ditë. Ne si njeriu dëshiron shumë që të jetë si Ramazan. Njeriu don. Dhe çdo ditë kur të bisedojnë, mendon që të vazhdojnë. Por Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë njeriun që e ka vështirë të vazhdoje qatë tempo që e ka pas në Ramazan. Është rand, edhe pse ti dëshiron. Por ne duhet I kena parasysh dy gjëra. Ne si në Ramazan zore kemi të vazhdojmë. Me lexu 300 faqe, 200 faqe Kur'an, me do në namaz nate, me dhon sadaka për çdo natë, për çdo ditë. Është pak vështirë. E para duhet ta kena parasysh që ne prej sot të kemi kujdes
mos të kthehemi në mëkate dhe në gjunahe, ashtu si ishim para Ramazanit. Të kujdesmi që të bojna vepra të mira, e sidomos farzët e Allahut subhanahu wa ta'ala, që të kujdesmi që ata që na i ka obliguar Allahu subhanahu wa ta'ala mos të na hikin, që ka ardhur një hadith nga Ebi Tha'lab al-Khushani radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtet Allahu ka obliguar farze, fala tudayyi'uha. Allahu ja ka bë farz disa farze dhe ju mos i humni ata. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala hadda hududan, fala ta'taduha. Allahu i ka vizatuar, i ka drejtuar, i ka vendosur disa kufi dhe ju ata mos i kaloni. Wa harrama al-ashya fala taqrabuha. Dhe Allahu ja ka bë haram disa gjëra dhe mos u afrohni. Allahu subhanahu wa ta'ala prej nesh kërkon wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdisni ju vetëm se musliman. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tan derisa të vjen yaqini, derisa të vjen vdekja. Hasan al-Basri rahimahullah thot, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka bëhe veprave të besimtarit e gjel. Ko, ti duhet të vazhdojsh në vepra të mira derisa të vjen vdekja. S'ka fat. Sot apo nesër, ti duhet çdo herë të jesh në vepra të mira. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon për Isa alayhi salatu wassalam që ka thonë në Kur'an, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Më ka porosit mua Allahu subhanahu wa ta'ala që unë ta fali namazin dhe ta japi zakatin derisa të jem gjallë. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon nga një sahabi që i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Rasulallah, ma thuaj një fjalë që unë la as'alu, nuk kam me pyetur askan pas teje, ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, i kam besuar Rabbul Alaminit, Allahut krijuesit të tokës dhe qiellit, dhe pastaj përçundro. Ulemat e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala ka thonë, fastaqim, vazhdo në to, vazhdo në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos undal prej adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është e para. E dita është të kujdesmi në çështjet e nafileve, në veprat që janë vullnetare, për shkak si namazi, sadakaja, agjërimi. Këto janë vepra të cilat dhe shumë vepra tjera, do thotë këto mos të thojmë tash pasi ka kalu Ramazani, me i lanë në këto se këto janë vullnetare. Përkundrazi, këto gjërat vullnetare janë dhe të bëjnë ti që ti të bësh njeri dashur i Allahut subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu anha, nona besimtarve, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, veprat më të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala janë ato të cilët janë të pakta po të vazhdueshme. Pak por vazhdon rregullisht. Nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ja Abdullah, o Abdullah, mos u ban si filani, kana yaqumu al-layl fataraka qiyamu al-layl. O Abdullah, mos u bën si filani, ai ishte që falke namaz natë, por e kalon namazin e natës. O robi Allahut, o vëlla, o motër, jena kanë ne prej atyre që kena fal namaz natë, jena kanë prej atyre që kena lexu Kur'an, jena kanë prej atyre të cilët kena dhënë sadaka, jena kanë prej atyre që kena dhënë iftar, jena kanë prej atyre të cilët i kena dhënë buzëqeshje, jena kanë prej atyre të cilët i kena dhënë ngrohtësi njerëzive. Atëherë ne të vazhdojmë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjuat e ka ndaluar sahabijun, i ka thonë, ka qenë atëherë mos e le namazin e natës, vazhdo. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në shumë hadithe që ne të vazhdojmë në vepra të mira. Prej veprave të mira është 6 ditët e Shevalit. Të vazhdojmë një herë në adhurim. Mbaron një adhurim, vazhdojmë adhurimin tjetër. Prej veprave të mira është agjërimi, një herë vjen i ditës së Arafatit. Prej veprave të mira janë 3 ditë me agjëruar në muaj, që ka ardhur në hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot, ausani khalili, më ka porositur i dashuri im sallallahu alaihi wasallam, thot që të agjëroj 3 ditë në muaj dhe të fali 2 rekate duha, namazit duha, dhe une para xhumit të fali vitrin mos ala asnjëherë. Do thot këto 3 këshilla
i dashurim, thot Ebu Hurajra, për pejgamberin alayhis salatu wassalam, më ka porositur. Dhe në këto porosit duhet t'i marrmi dhe t'i zbatojmë prej veprave të cilat është namazi natës. Namazi natës, o vëllezër të ndershëm, që ka ardhur nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, kjo është një vepër e cila tër vitin nuk ka ditë dhe natë të caktuara. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, në agjërimi më i mirë është pas agjërimit farz, agjërimi në muaj Muharram, kurse namazi më i mirë pas namazit farz është namazi i natës. Prej veprave të mira është sadakaja, e cila nuk ka kohë, nuk ka ditë, nuk ka caktim. E kalon Allahu të hapur momentin ti kur të kujtohet mush me dhanë sadaka. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për ata, thot alladhina yunfiquna amwalahum bil-lejli wan-nahari sirran wa alania falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ata të cilët japën prej pasurisë të tyre natën dhe ditën, haptas dhe fshehurazi, falahum ajruhum inda rabbihim. Këto është problemin e kanë të Zoti i tyre, të Allahu subhanahu wa taala, wala khawfun alayhim. Këto atë ditë kur dalën në ditën e Kiametit, nuk do të kenë frikë. Wala hum yahzanun. Këto sadakadhanësit dhe nuk friksohen dhe nuk mërziten pse kanë dhënë pasurinë e tyre. Nuk e kanë dert, nuk i bin pishmonit. Pse? Se të ta gjejnë shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, vëllezër, ne duhet të jemi prej atyre që të kujdesmi, për shkak se Allahu subhanahu wa taala për këtë dunjon të cilën na ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala thot fala taghrannakumul hayatud dunya, mos që mbashtron juve kjo dunja, se kjo shpejt as që ecën, momente janë që kalojnë. Për këtë Allahu subhanahu wa taala na tregon për disa njerëzi të cilët kanë pas shpresën e gjatë, të cilët ja kanë kthy shpinën Allahut subhanahu wa taala, të cilët nuk ju kanë nënshtruar Allahut subhanahu wa taala. Për këtë kategori të njerëzive Allahu thot në Kur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Allahu subhanahu wa taala thot për këto njerëzit kur do të shohen xhehenamlit, njerëzit që janë në xhehenam, kur të shohin mëkatarët prej besimtarëve, pas të pastrohen, dalën prej xhehenemit, hin xhennet, këto do thonë sikurse të ishin musliman. Kur të shohin që këto do ngelin xhehenam, e Allahu thot dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Leni këto në të hanë, në të kënaqen, në të lëndrojnë në këtë dunja. Fasawfa ya'lamun. Pastaj kanë më marrë vesh ato. E për këtë vëllezër, mos t'i marrni urnak, qafirat dhe zullumqar. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për këtë se është Allah thot ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kjo dunja nuk është tjetër për veçve zbavitje edhe loj. Vlla motor. Pasi të Ramazanin në fletorët tona është regjistruar vepra të mira. Mos ta nxim tash. Pasi që ne jemi kanë prej atyre që e larguam gafletin, mos të kthehemi në gaflet. Pasi që ishim prej atyre që u larguam prej gjunave, mos të kthehemi, për shkak se një ditë gjithë do të dalmi prej kësaj dunjaje. Dhe asnjëri prej nesh nuk e din kur kemi me dal. Kur do të vjen urdhni i Allahut? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka me shiu vdekjen. Për këtë arsye të ndrojmë veten tonë. T'i lëmë mëkatet. Të afrohemi drejt Allahut, të kthehemi ka Allahu kthehet nga ne. Për këtë arsye ne duhet të jemi të kujdesshëm, të marrim mësim prej selefit dhe të parëve tonë. Ebu Darda radhiyallahu anhu, ato kanë folë fjalë të pakta, por kanë qenë shumë domethënëse dhe fjalët e tyre kanë dëpërtuar në zemër. Lutemi Allah subhanahu wa taala që fjalët tona të dalën prej zemrës, të dëpërtojnë në zemër, jo t'i kalojnë veshët. Ebu Darda thot, "Law ahadukum arada safar", nëse dënjëri prej jush don të udhton, don një udhtim të marr. Thot ai a merr gjërat e udhtimit, përgatitet për udhtim? Normal. E thot mos harroni se udhtimi për në ahiret është shumë i gatë. Udhtimi për në ahiret është shumë i gatë. Merrni atë e cila ka me ju sjell dobi në ahiret. E lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre, që ne të furnizohemi në këtë dunja për në ahiret se udhtimi është i gatë. Vëllezër, Allahu ja pranoft agjërimin, Allahu ja pranoft sadakat e juve, Allahu ja pranoft zakatin e juve, Allahu na i lidh zamrat për xhamia, Allahu na dëshiron Kur'anin dhe Sunetin dhe në fund nuk na jet asgjë tjetër përveç se urime fitër bajrami. Gjithë muslimanëve, kudo që janë, sido që janë, në çfarë gjendje të janë, edhe kudo si të jenë, Allahu inshallah
ja u pranoft ibadetet dhe Allahu subhanahu wa taala i ndihmoft vëllezërive tanë në Gaza, fëmijëve dhe grave. Allahu inshallah ja u leton këtë gjendje, pasi gjithë ummeti i kanë tradhtuar, nuk ka mbet me ta, vetëm Rabbul Alamini dhe duat e besimtarëve të sinqerta. Lusmi Allahun që Allah sa më shpejt fitore t'ju jep. Allahu na e fal mëkatet dhe na bashkoft gjithëve në Xhennet el-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mua më bëni halal nëse ka dalë ndaj lafsës prej gojës time, pa qëllim, nuk kemi asnjëherë një qëllim që ta ofendojmë dikant apo ta lëndojmë. Allahu ju nderoft. Selam aleikum. Fëmijët në të vinë këtu pastaj.